Të ngrem një dolli titullohet Shfaqja, që do të ngjitet në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi të shtunën e 31 janarit, si një komedi e zezë e cila vjen në regjinë e Renato Taip. Ai ka zgjedhur një kast aktorësh të rinj, të cilët janë pjesë e Universitetit të Korçës, për të sjellë për publikun një shfaqje plot emocion dhe shpirt rinor. Të ngrem një dolli do të vinë datën 31 janar në Teatrin e Qytetit nga disa të rinj të talentuar që janë pjesë e universitetit. Edhe ata shprehen dëshirën për të bashkëpunuar dhe për të bërë një shfaqje teatrale e cila do të sjell disa veçori të reja këtë radhë, sepse ata do të flasin për realitetin, por do vishen në petkun e disa personave që ata e ndërojnë të jenë. Pra si të thuash do të luajnë një lojë brenda lojës. Kjo do të jetë ristia që do të sjellim këtë radhë. Ata do të veshin disa kostume që kur më parë në jetën e tyre nuk i kanë veshur dhe kështu do të zgjedhin të kenë në dorë fatet e gjithë qytetit dhe të veprojnë normalisht disa persona që ne ndërojmë të jemi. Çdo ditë në ambientet e Qendrës së Artit dhe Kulturës, të rinjt punojnë me pasion dhe dashuri për artin, duke përgatitur shfaqjen që ka lindur nga talenti dhe angazhimi i tyre.